Në studio sot e kemi ftuar psikologën klinike Ibelinda Halilin, me të cilën do t'i flasim disa prej detajeve, pra se çfarë po ndikon, pse po ndodh kështu dhe cila është mënyra më e mirë, më e lehtë që të dalim nga kjo krizë. Ibelinda, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, kënaqësi mu rikthy me juve. Edhe para se me fillu e kam një falënderim, është bërë një dekadë që unë bashkëpunoj me Radio Televizionin 21. Faleminderit pafund që adresoni problematika, faleminderit pafund që keni mbështet gjithmonë kampanjat që kanë sensibilizuar në opinion publik mbi problematika të shëndetit mendor, dhe unë mendoj që media është vetmja dritare që aktualisht po bën më të mirën të mundshme në kuptimin e asaj për të sensibilizuar mbi problematika në shëndet mendor. Mas e vërtet që flitet, nuk flitet pak nëpër media, jo vetëm në median tonë, por dhe në mediat e tjera i kushtohet goxha rëndësi, goxha kujdes, ndoshta edhe pse po shohim çdo ditë që gjendja nuk është e mirë, dhe kjo s'ka të bëjë vetëm me vendin tonë, por ndoshta jemi mësuar që në vendin tonë të ketë raste më të pakta, ndoshta të raportuara më pak, por duket që po vjen duke u rrit në vazhdimsi numri i rasteve të dhunës, të çfarëdo lloji, fizike, mendore, vrasje të shumta, gjëra të cilat ndoshta si kemi pas më parë. Kurse në anën tjetër e thashë se edhe bota duket që është në alarm. Një statistikë e pash diku ishte 1.2 miliard njerëz të cilët vuajnë nga çrregullimet, nga problematikat e ndryshme të shëndetit mendor. Çfarë po ndodh? Po, neve globalisht do me thënë nuk është që ideja është që mirë që po vinë me statistika tilla, nuk është që kanë sjell ndonjë risi për shembull, se problemet në shëndet janë në rritje e sipër dhe nuk mund të thuash që është një problem i vetëm që po ndodh, është kriza globale ekonomike, luftrat e tjera, pasiguria globale që ka njerëzit për momentin, ashtu pastaj për shembull te popullata jonë, popullat që është dalë nga lufta nuk janë trajtuar asnjëherë problemet e çrregullimit të stresit post-traumatik që na jetojmë to po bëhen 2 dekada plus. Të më thënë, kur po them 2 dekada plus, kuptona drejt në opinion, 25 vjet mas luftës, Ministria e Shëndetësisë të Kosovës nuk ka strategji nacionale për parandalimin e sëmundjeve të shëndetit mendor. Nuk ka, do me thënë, nuk e zbaton. Tash unë nuk e di, do me thënë, se edhe jemi duke u përsëritur që sa vjet rresht që unë kujtoj që bashkëpunoj me juve, na kemi bërë thirrje, do me thënë jemi lutur, kemi bërë thirrje punonjësve që janë në krye të detyrës së politikbërjes, këtu çalon diçka dhe çalon seriozisht. Unë nuk e di, do me thënë, edhe çka duhet tjetër. Ti ke gjë dytë në ditë, ke vrasje brutale, ke probleme të ndryshme, mos të flasim për pjesën e dhunës, një pjesë e tyre evidentohet, një pjesë e tyre fare nuk evidentohet, nuk ke qendra për punë sociale që kanë kapacitet, ato ekzistojnë, por nuk kanë kapacitet për me i shërby ose për me i marrë dhe me i përpunu të gjitha rastet që vinë në komunitet me problemet të ndryshme, të llojeve të ndryshme të dhunave, pastaj kërcënimeve tjera. Do me thënë, nëse unë nuk po du me bisedu për pjesën e problematikave globale, sa ato janë një sferë e cila kërkon ma shumë më marë Instituti i Shëndetësisë Publike me atë problematikë, se do me thënë i bie që është pjesë e referencave botërore tjera dhe ti nuk ke nga ik trendit, mirë po ishtë dash që do me thënë me pas një buxhet më bo disa ulumtime dhe mandej në saj të problematikave në publike që i bjene dhe problemet e shëndetit mendor janë pjesë e problematikave publike, mu adresu edhe me u hartu plane dhe si me mujt me rregullu këtë problematik. Ndërsa në aspektin e problemeve ose smundjeve të shëndetit mendor, se dhe na duke ju thënë probleme kështu lloj çrregullimesh e tjera, njerëzit nuk është kam përshtypje ose të paktën mund të jem ndoshta dhe gabim, por zakonisht nuk jam. Do të thënë, problematika shëndet mendor ma nuk muj me thonë kështu e në smundje. Atë në smundje potente mendore, depresioni, smundjet e ankthit, smundjet e personalitetit, do të thënë janë probleme mendore dhe duhet mu trajtu. Si çdo smundje tjetër. Si çdo smundje tjetër, edhe nuk është
për shembull nuk është turp me adresu një problematik tillë, sepse unë kujtoj që çdo problem është më lehtë më u parandalu se sa më u trajtu. Është shumë më lehtë për shembull me parandalu diabetin, është shumë më lehtë me parandalu problemet që kanë bëjmë me veshkat, është shumë më lehtë për shembull me parandalu një thyrje të kuckave se sa me trajtu ato, është shumë më lehtë me parandalu një osteoporozë se sa me trajtu një osteoporozë, është shumë më lehtë me parandalu një karcinom se sa me trajtu një karcinom. Por esenca është edhe kur e ke smundje, nëse veç ajo ka ardhur është paraqit, nëse nuk është parandalu, që duhet me u parandalu patjetër, këtu është baza. Është rëndësishme që edhe nëse e ke smundjen atë duhet më pas me trajtu dhe jo me e hesht. Më duket që kur është fjala tek çrregullimet, tek problemet, tek smundjet që kanë bëjnë me shëndetin mendor, ato vetëm kur avancohen bukur shumë, për ndryshe neglizhohen edhe nga vetë individët. Na në përgjithësi e kemi këtë, se kjo nuk është pasojë e asgjë tjetër përveç se lodhjes psikologjike, njerëzit janë të lodhën, janë stërt lodhën, ka eskalu, domethënë ka kalu në një farë fatige kolektive, edhe më nuk e kanë vullnetin edhe motivin me adresu asnjë gjë. Me thënë, kur ata adresojnë janë në kulmin e agresivitetit, a kanë bën ndonjë sjellje problematike të jashtëzakonshme, ose kanë kryer ndaj lloj të krimit, edhe mandej këtu adresohen se për shembull ti shef që në shoqërinë tonë me keqardhjet më të mëdha them, por e kam detyrë me diskutu këtë pjesë, është përgjegjësi morale dhe profesionale në fakt, ka eskaluar, domethënë niveli i komunikimit në çdo paraqitje publike është si mosmëziu, domethënë ti ke kërcënime publike që bëhen para kamerave, ke kërcënime të ndryshme të cilat bëhen në soje të personave që janë në institucione, pastaj ti ke kërcënime tek pjesa e legjislacionit, pjesa sociale, pjesa politike dhe komunikimi i këtyre njerëzve të jep ndjesin që është, si ta them, është relativizuar dhuna verbale dhe në momentin që të relativizohet një dhunë verbale, i bie që është relativizuar dhuna psikologjike, kur dhuna psikologjike vjen në pjesën e relativizimit që it's okay, se kështu e kam unë shprehje, sa të vinë pjesë të dhunes fizike, që janë në vrasjet, rrahjet brutale, tjera, dhe kjo mandej fillon të relativizohet, trajtuan ju bëhet farë lloj gjyqi mediatik, nuk e di as si çfarë llojet mund të jetë, edhe mandej vjen te pika që ti ke relativizuar në një farë forme, ke harmonizuar dhe vetdijen e qytetarëve tu me trend, kuptimin negativ të fjalës, trend komunikimi që është jashtëzakonisht i pashëndetshëm, dhe është krejt në rregull ta fyesh institucionin, ta fyesh personin në krye të institucionit, ta fyesh tjetrin, familjarin që ke në krah, mjekun që ke atje, domethënë e gjitha kjo vjen si pasojë një ignorancë kolektive, sepse tek neve shoqëria civile, sikur kujtoj që ka, domethënë ironikisht mjaftueshëm, është heshtur deri te pika që ka pranuar çdo gjë që i vije. Sepse shoqëria civile ka forcën më të madhe në çdo shoqëri të civilizuar kudo në botë, sepse këta janë akter të cilët pavarësisht pjesës politike, pavarësisht pjesës sociale, legjislacionit e tjera, janë persona të cilët janë zë i ndjeshëm në komunitet dhe kanë, domethënë, për detyrë të organizojnë gjërat të cilat ndrojnë në randet shoqërore, se gjithmonë historikisht i kanë ndryshuar. Çfarë është dashur me bën këtë rast shoqëria civile, domethënë, a janë edhe ata të mundur në një farë mënyrë që kanë gjetur forma të shantazhit dhe të heshjes së tyre me rit. Shumë e thjesht, brenda 14 muajve na kemi 4 zgjedhje parlamentare, secila më e pa përgatitur se tjetra, pa përgatitur mirë, me shpenzime jashtëzakonisht të mëdha, shpenzime të cilat ipen për me u organizu këto rende shoqërore të cilat nuk po kanë kurfar dobije, i bie që në qofse ishin investuar në mënyrë racionale, po themi, i shfuqizuar sistemi arsimor, sistemi shëndetësisë, sistemi shëndetësor, domethënë që të gjitha sistemet janë cop. Na shëndetësinë, sepse e kemi për pasion e diskutojmë bashkë, e promovojmë sistemin social e ke ende më të rënduar, e ke sistemin e drejtësisë të rënduar, sepse nuk mund të themi që vetëm sistemi shëndetësor dhe këtu sistemet tjera janë të
fuqishme, sepse po të kishte qenë në radhë të parë sistemi arsimor i fuqishëm, ti kishe pas kriza shumë më të vogla në aspektin e organizimit të dhënies së shërbimeve shëndetësore. Pse? Sepse njerëzit të cilët kanë një edukim paraprak dhe kanë bërë një, po themi, një vet edukim, spari, një vet reflektim, kur janë në institucione politik bërse marrin vendime që janë nga njerë mund të jenë dhe vëmbrime goxha cenuese në kuptimin e asaj, po janë për të mirë për shembull. Dhe në vend se të bëhet se për shembull të bëhet polemik një pej i qepjes në kirurgji, të bëhet polemik një bar që ipet në institutin e onkologjisë. Unë e kam një thirrje shumë të shkurt, edhe publike, edhe do me thënë kërkoj nga institucioni politik bërës që t'i thret mendjes, gjendjen në teren e ka jashtëzakonisht të cënuar. Po filloj dhe po përfundon muaj i shëndetit mendor pa asnjë aktivitet e lere më, sepse nuk kanë kohë të mendojnë. Edhe unë nuk po kërkoj aktivitete publicitare me bë, se ato nuk janë rregull. Unë po kërkoj që është dashtë me pas të dhëna nga tereni për me bë një kampanjë. Përderisa referuar 3-4 viteve më herët ti ke pas çrregullimet të ankthit të cilat janë adresuar më së shumti sot ke depresionin madhor, që është sëmundje jashtëzakonisht potente në shëndet mendor dhe garë për negativitet, bën pjesë sëmundjet e varësisë, të gjitha llojet e sëmundjes së varësisë. Dhe këto nuk është që nuk janë edhe të prezente edhe në vendet e tjera, mirë po jo me rritje kaq progresive sa janë në vendet tonë. Po, të ne duket se është rritje progresive. Rritje shumë e shpejtë, domethënë që nuk ka qenë dikur. Ju jeni, nëse mund të them terena, po keni çdo ditë kontakt domethënë me pacient. Po. Si shihni domethënë këto probleme, apo ku paraqiten më shumë? Natyrisht domethënë këtë të përgjithshme, qoftë gjeneratat më të reja, që problemi është edhe tek të rit, por edhe tek gjeneratat e mesme dhe të shtyra. Ku duken që janë sfidat më të mëdha, në mënyrë që edhe ju duhet të jepni këto të dhënat që të dihet pra se ku është më me emergjencë apo më me urgjencë që të intervenohet. Shumë bukur që e solle Merita, ku ti adresojmë? Domethënë ku ti adresosh ti statistikat e tua personale, nuk të funksionon evidence-based në SHSKUK, në qendrën klinike universitare, nuk të funksionon. Do më thënë nëse ti ke disa institucione private që japin shërbime të shëndetit mendor edhe nuk kanë as protokoll, as evidence-based, do më thënë kjo është shqetësuese, sepse klienti, pacienti nuk e din kush të marrë shërbim, nuk evidentohet, nuk ka numër të saktë të personave që kërkojnë ndihmë. Unë do t'jem shumë e shkurtër. Qendra klinike universitare i ka vetëm 4 klinika të mbuluara me dhënien shërbimit të psikologut klinik. Imagjino klinika interna, që është nga klinikat më të mëdha në SSKUK, thënë endokrina, traumatologjia, edhe kardiologjia me kardiologjinë invazive, thënë këto 4 klinika, qelula bazë, shta edhe kirurgjin, nuk i ki të mbuluara me psikologun klinik. Thënë, nuk kam çka e diskutoj matutje organizimin e qendrës klinike universitare bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, sepse nga qendra klinike universitare duhet të vinë kërkesë për punonjësit e shëndetit mendor, po finalizohet diplomimi i gjeneratës së dytë të specialistëve të psikologjisë klinike dhe nuk janë punësuar specialistët e klinikës e gjeneratës parë të psikologjisë klinike. Do të thënë, shifni, këta bëjnë politika për t'i shkolluar njerëzit dhe po i çojnë t'gatshëm në perëndim. Nuk po krijojnë mundësimin në vendin tonë. Do të thënë, ti po jep një specializim, po i paguan ata persona, se është jashtëzakonisht i kushtueshëm specializimi, edhe ti nuk ju hap vendet punës. Edhe njerëzit marrin përgatitjen shkollore këtu dhe dalin jashtë. Dhe ti ankohesh që mandej ekspertët e fushave të ndryshme po e lënë vendin. Por ti duke bërë këtë politik aktivisht, nuk e di me vedije pa vedije, kam rezervat e mia se ka njerë mendoj që nuk veprojnë me vedije të plot, kanë problem në perceptim, persona që në politik bërje. Me thënë, kjo i bie që qëllimshëm atëherë janë duke e ndërmarrë këto, dhe jo vetëm me ekspertët e fushës së psikologjisë klinike,
masovikisht ekspertët e shëndetësisë janë duke e lënë vendin, që i bie që kjo është politik për keq pastaj, tipo shkollon kuadro, me thënë duhet që të presësh disa muaj, sepse nuk ka anesteziolog në qendrën klinike universitare, nuk ka, operon me 1, eventualisht 2, sa klinika janë atje, hajde diskutojmë këtë pjesë. Përgjigj pyetjes tënde, sa vështirë kemi ne, unë punoj në sektor privat me Rita dhe e kam shumë të qartë punën time. Domethënë dhënia shërbime shëndetësor shumë kushtueshme. Sakt, është shumë e kushtueshme. Dhe njerëzit që i kanë mundësi, ke kuadro, domethënë ke ku të drejtohesh, por pacientët s'kan mundësi pra që kushtueshme, nuk e kam funksionalizuar që 5 vite bëjnë zgjedhje çdo 3-4 muaj dhe nuk e kam funksionalizuar ende pjesën e sigurimeve shëndetësore në gjithë botën e ki. Më thënë, unë tani është kohë me diskutu këtë pjesë. Në sektorin privat, prap nuk e ki të reguluar me legjislacion. Më thënë, jep shërbime kushdo që e ka mundësin për me e hap një zyre për me thonë shërbim, kjo nuk është drejt. Më pas nuk dihet shumë edhe kush po jep shërbime, a janë shërbime korrekte të cilat a janë shërbime korrekte nuk janë, po ta them unë këto. Të më thënë, ti shef gjithandej... me thonë, se s'm takon me thonë. Jo, unë e them, edhe ta ndihmoj, ta zbus pjesën, ti shef që në ne, për shembull, të kanë mbjerë institucionet në çdo skuq të Prishtinës për të adresuar probleme shëndet mendore, është përgjegjësi për me i trajtu problemet, edhe për me hap një institucion ku ti jep shërbim për me trajtu një çrregullim personaliteti, një depresion madhor, një çrregullim sjelljes, një çrregullim në të ngrënë, sepse ke dhe konsekuenca ligjore pastaj. Nuk ka ligj për psikoterapi. Çfarë bën ti me klientin? Ti në fund të bësh çdo ditë intervistë klinike, s'është e kot, duhet me largu këtë pjesën në rrugë se unë e kam psikologun dhe unë shkoj dhe flas te psikologu. Psikologu per se si i vetëm nuk bën asnjë gjë, është i njëjtë me gazetarin, me shitsin, me është njëri i thjesht. Psikoterapia bën diferencën pastaj. Edhe kush është i licencuar për të dhënë psikoterapi, se nuk ke ligj për psikoterapi, nuk ke odë psikologëve, nuk ke si ta quaj, nuk ke institucion në saj të cilit do të kishe përgjegjësi. Dhe prandaj të humbë dhe besimi. Imagjinoni në shumicën e kohës ti sa e hap device ti sheh njerëz që janë të dhënë receta që shmi trajtu problemet e personalitetit si ti quaj këto në gjuhën këto videot e shkurta, nuk e di si quhen. Cilat edhe po bëhen virale njëkohësisht. I hapin ato video, ti shef që dhe kavitetin e gojës nuk e ka në rregull, fusin filtera që ta kamuflojnë komplet realitetin dhe del me një recet, sikur të tregosh ingredients që bëhet një ëmbëlsirë, tregon recet si të menaxhohet çrregullimi i personalitetit. E dashur, kjo duhet mos sanksionu me ligj. Po, me pas. Ti mund ta reklamosh një produkt, në rregull jam se jam shumë pro profesioneve të reja, blogistit si ti quaj këta të tjerët. Por me pas kujdes sepse ti reklamon një produkt kozmetik, sepse ose një produkt tjetër, por jo recetën si të trajtohet depresionin. Në publik, si trajtojnë çrregullimet e personalitetit, çrregullimet e të ngrënit. Imagjinoni dalin dhe flasin. Çrregullimet e të ngrënit në shumicën e rasteve janë problematika që kërkojnë ekip multidisciplinar, sepse ke dhe konsekwenca të shëndetit pastaj. E njëjta është me personalitetit. Nuk mund ta trajtosh çrregullimin e personalitetit pa ekip multidisciplinar. Unë nuk e di domethënë. Ku duken që janë problemet më të mëdha? Tash po flasim me ata të cilët janë në kontakt, sepse e dim që institucionet faktikisht nuk e kanë bërë dhe s'po e bëjnë punën e tyre. Ata që nuk po e bëjnë në fakt. Po, ata që e vuajnë janë vetë qytetarët, të cilët me forcat e veta duhet të gjejnë një mundësi që të rregullojnë gjëra, nëse munden, apo ndonjëherë edhe të prishen më shumë se sa që kanë qenë. Ku janë problemet më të mëdha, domethënë që i vrenin kontakt me klientët, me pacientët që i keni? Problemet e shëndetit mendor po aludon. Çrregullimi depresiv madhor me Rita është skandal domethënë. Problemet e varësisë, ju jeni familjare në qendrën që punoj unë, më thënë na kemi evidentuar përdorues, jo eksperimental, por përdorues
të substancës narkotike në moshën 12 vjeç. Edhe në saj të punës së përbashkët me ekip goxha disciplinar në labirint na kemi arrit me kuptu që kjo është një rjet, nuk është një individ, është një rjet. Do me thënë, unë nuk e di tash tjetër çka duhet me ndodh ende, e këta nuk i thrasin mendjes me pa që kjo është statistik në kuptimin se na e kemi folë publikisht, këta nuk e kemi hesht. Na po themi që nga 2022-2026 ki rritje progresive të varësisë. Problemet e varësisë shkojnë hand in hand, dorë në dorë me krimin organizuar. Se nuk jemi të e ble na substancën narkotike në market. Jemi të e ble në market zi. Në market zi. Po, a i raportoni këto raste, për shembull, edhe në Më se këto dhe shkojnë përmes policisë. Po, këtë i raporton në Merita. Ti këtë raporton 25 vite mas luftës nuk kanë strategji për mi parandalu smundjet. Ku i kanë legislacionit për mi trajtu? Aden, deri kur na si ekspert shëndetit mendor duhet me dalë dhe me folë për këtë gjë. Nuk e di. Tash punën vetanake gjithë se cili e ka përgjegjësi personale, na jemi betuar për ta dhënë një shërbim. Por kjo po duket që ka mbet vetëm në kuadër të punës vetanake, domethënë. Qoftë të profesionistit, qoftë të individit, domethënë, apo të familjes kur ka probleme me trit me fëmijët, aty mbetet. Është shumë vështirë se familja për shembull nuk e ka një derë caktuar ku duhet me ngrit probleme, nuk e ka. Me thënë, dërgon në SHSKUK nuk e ki listën e pritjes, për shembull. Ki punojnë shëndetësor specialista që si ke punësu, e ki listën e pritjes deri në qershor 2027 për më bën një vlerësim klinik. Të qendra shëndetit mendor për fëmijë dhe adoleshent. Kjo shumë e thjesht. Një gazetar që e ka, po themi, një kohë të lirë, në thojza po them, se nuk po du me minimizu punën që e bën, le shkon edhe ta shef listën e pritjes. Vetëm te qendra shëndetit mendor për fëmijë. Jo, po unë po të flas veç për shëndetin mendor, nuk e di për kardiologji. Nuk muj me fol atje çka ndodh ose cilën do klinik tjetër në qendër universitar. Do thënë, ideja është klinika psikiatrike qendra shëndetit për fëmijë dhe adoleshent. Apo i bie kjo që se kemi pas ndonjëherë tjetër gjendjen më keq se sa në këtë periudhë dhe jemi nga fundi i bisedës. A mund të dalim, domethënë, nga kjo krizë, ta rregullojmë gjendjen nëse duam? Po, njerëzit kanë dalë për krizave shumë më të mëdha, njerëzit kanë dalë për krizave të luftës dytë botërore, njerëzit po dalin për krizave të luftave të ndryshme, por e rëndësishme është me pas njerëz që dojnë me punu. Nëse nuk ka njerëz që dojnë me punu institucionalisht, duhet me pas vedije qytetare, emancipim për mi largu ata njerëz. Na si popullat kemi harru sa e fuqishme jemi, se na kemi në dorën tonë, po si duket e kemi vetëm në dorë dhe në vedije nuk e kemi, se na ka humb filli me vedije në pakës. Thënë duhet të ishim koshient për fuqinë që e kemi për të zgjedhur për veten tonë. Dhe neve, si individ, si pjesëtar të kësaj shoqërie, kemi mundësi me bë zgjedhje më të mira. Edhe jo të mjaftohemi pjesën që në të këqija të zgjedhim të keqen më të vogël. Kjo është vetëdije shumë kolektive, është gjë shumë e damshme për fëmijët që jemi tu i rritë qëto. Do më thënë, neve po i mësojmë fëmijët tanë që të zgjedhin të këqija. Imagjino, çfarë edukate u japim. Më thënë, të zgjedhim gjëra që janë më pak të këqija. Të dëmshme, po se po njerë, po më pak të dëmshme. Po pse? Duke pas mundësi që neve të zgjedhim njerëz tjerë. Do më thënë, ti nuk mund të adresosh një problem në shëndet mendor kurse ti ke të gjitha llojet e problemeve sociale, të gjitha llojet e problemeve ekonomike, nuk merr përgjegjësi kërkosh për asnjë problematikë që ndodh qoftë në institucione, qoftë në gjëra tjera. Po si pris i një vendi, si një person që je në kokë të politikbërjes, dështon të ndërtosh një herë, dështon të dytën, dështon të tretën, çfarë i bie kjo? Çfarë problemi ke ti pastaj? Nuk ke problem me veshka, po ke problem të shëndetit mendor, sepse duhet të kuptosh që proceset
nuk mund të bëhen në soje të presionit edhe në soje të kapriqeve personale. Për duhet të jenë strategji, duhet të jenë projekte madhore për me emancipu një kamp, për me vendos një sistem social që është i fuqishëm, një sistem arsimor që është potent, një sistem shëndetësor që jep shërbime të dinjitetshme për popullatën e tij. Të shpresojmë dhe më thënë që... Kimi jo të shpresu. Çfarë themi tjetër? Që të kryojmë, të punojmë dhe të kryojmë institucione, sepse i kemi kapacitetet. I kemi. E mos t'i humbim. Po pra, mos t'i humbim. Deri diku na kanë humbë, por kemi ende që t'i mbajnë dhe të rregullojnë, duke ditur që jemi një popull jo shumë i madh në numër, për që ende e duam vendin tonë. Po, e duam vendin tonë. Edhe do të kishim kontribuar me shumë dëshirë. Po, e kemi dëshmu këto sa herë që kemi kontribu dhe më tonë kur është kërku në gjitha aspekte, qoftë në sistemin shëndetësor, arsimore, të tjerat, dhe që të mos flasim çdo herë më shumë për rënje të vullnetit për punë, edhe për gjendje cila po shkon duke u keqsu, por ndoshta ta ndalojmë dhe të fillojmë nga e kundërta. Të bëjmë gjëra pak më ndryshe. Ibelinda, faleminderit. Faleminderit, kënaqësia është e imja, është përgjithësi me diskutu për këtë pjesë, edhe kam dëshirë që edhe shpresoj, do me thënë në një farë forme, dediko. Apet me shpresë. Po, që të pakten njerëzit ta kuptojnë se sa të rëndësishëm janë kur jetojnë në një vend, dhe nuk dua që njerëzit ta kenë vetëm ndjesinë e ekzistencës, por të jetojnë në vendin e tyre. Dhe të kërkojnë ato që i takojnë. Sepse ata i rrisin shërbimet në fakt, ata i rrisin përgjithësinë e njerëzve në institucione, qofse mjaftohen me kaq pak edhe kaq keq dëmshëm të pashëndetshëm, këtë do ta kenë. Po që këtë pra duhet ta bëjmë secili individ, secili qytetar, me kërku atë që është më e mirë për ne. Po i takon dhe mos me hesht karshi padrejtësive të cilat problemeve padrejtësive, jo shërbimeve dinjitetshme, shumë gjërave tjera. Po, faleminderit edhe një herë, sukses në punë. Kënaqësi, faleminderit.